Në tregun e frutaperimeve në Fier vihet re një rënje drastike e fuqisë blerëse. Pjesa më e madhe e tyre janë pensionistë, të cilët për shkak të pamundësisë financiare kanë reduktuar ndjeshëm blerjet e prodhimeve të stinës. Më të shtrenjta këtë vit janë frutat, veçanërisht qershit, të cilat patën një prodhimtari më të ulët këtë sezon për shkak të kushteve të pafavorshme atmosferike dhe vijojnë të shiten me rreth 500 lekë të reja për kilogram. Të shtrenjta ja, edhe i ku burri vetë më sa nektarina për ato të shtrenjta, pa hajde, ç'a do bëj, si gjithë tjerë. Pra frutat janë shumë të shtrenjta si vjetë? Po. Nuk i përballoni dot? 2 pensione jemi. Ç'a do bëj? 150 marru, 200 liraj. Çfarë keni reduktuar si vjetë që nuk po i merrni? Po çfarë kemi reduktuar, të gjërat janë të shtrenjta nga pak a pak. Me pagesën që kam unë, dhe me atë që paguam, çmimet, unë se përballoj dot. Është alarmante. Unë jam pensionist, prandaj po them. Nësa nuk e di për të tjerë, për mua është pa përballueshme. Çfarë duke më shtrenjtë? Perimet apo frutat? Nuk i ndaj dot, gjitha shtrenjtë janë. Nuk i ndaj dot. Kur them në përgjithësi, se s'mund të them tani asortiment, në përgjithësi janë shtrenjta. Nuk i shikoni vetë qësh janë? Sa ne nuk po lëvizim dot, nuk marrim dot. Ja, i shikojmë pjeprat, nuk i marrim dot. E shikojmë domate, nuk e marrim dot. E shikojmë qeshin se marrim dot, absolutisht. Një qumësh edhe një bukë, bire tokë. Te do shpi. Qa thoni me, e shkoni vetë. Frutat, perimet, të gjitha në këtë stinë duhet jenë të ulta. Të gjitha se janë të stinës. Keni reduktuar nga shpërta juaj familjare? Shumë gjëra. S'ka mundësi. Ndërkohë në situatë tepër të vështirë ndodhen edhe tregtarët. Nuk arritje të ndjeshme çmime thot një prej tyre, por ka rënje drastike të fuqisë blerëse. Dikur na shitej i gjithë malli, por tani na mbetet stok dhe të nesmen nuk e shesim dot me të njëjtin çmim. Çmimi që para 15 vjetë, edhe deri sot asnjë lloj ulje, as ngritje s'ka. E njëjta situatë është. Pa njerëzit s'kan lek. Ata trit kanë ik 2 pleq me atë pension që japin këta, pension qesharat. Pension minimal, as gjuna, vjet tjetri e shikon kështu dhe nuk e merr dot. E kupton? E shikon, s'merr, më jep një mollë, më jep një kështu, një ashtu, s'kemi thot. As gjuna. Me atë pension, 97.000 lekë, 100.000 lekë i pension, s'ka, ata trit kanë ik, ata që han, po plesht han, çfarë do han, 2 veta, ja unë 2 veta jam në shtëpi, vet. Çfarë do hash për shembull? Nuk mbetet mall stok. Ngel, hidhet, han koshi, han. Shikoj tezgat aty. Kanë qenë komplet rrafsh. Shikoj ke bosh gjitha. Pak kanë ngel. Pak, shumë pak. Pra një rënje drastike fuqisë blerës. Po, me. Rësisht vetë të moshuar shumë. Po, me të moshuar, ja. Këtë mosha tretë është. Këtë moshum janë. Qa do hanë? Dikur tregu i frutaperimeve në qendër të Fierit, i njohur ndryshe si merkatoja e qytetit, është braktisur edhe nga vetë tregtarët. Tezgat e shitjes janë bosh në gjysmën e merkatos, si dëshmi e qartë e rënjes së fuqisë blerëse.